Nusja mendoi se di martesës së saj do të jetë më e mirë e jetës, por në vend të kësaj ajo u kthye në një makt kur bashkëshorti i ardhshëm zgjodhi ta poshtëronte para të gjithëve. Ishte aq e keqe sa ajo vendosi ta anulonte martesën plotësisht. Por më pas nëna e saj thot këtë: para se të fillojmë, shtypni butonin e pëlqimit dhe siguroni të abonoheni, dhe nëse nuk e keni bërë ende, shtypni zilen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Kjo ditë mund të kishte qenë aq e mrekullueshme. Elizabeth, nusja e ardhshme, e kishte pritur atë me muaj. Ajo dhe i fejuar i saj Tom e kishin planifikuar në mënyrë perfekte. Kur Beth mbërriti me fustanin e saj të bukur të bardhë, të gjithë ishin tashmë atje, dhe në qendër të tyre ishte i fejuar i saj Tom. Ai priti me durim mbërritjen e saj. Tom u avancua duke mbajtur mikrofonin me duar të qëndrueshme dhe me një buzëqeshje të sigurt. Salla u qetësua dhe të gjithë kthyen vëmendjen drejt dhëndrit të ardhshëm. Tom filloi fjalimin e tij, por në vend të fjalëve të ëmbla ose sentimenteve romantike, ai u fut në diçka plotësisht të papritur. Zëri i tij ishte i qartë, por toni ishte i mpret. Çfarë duhet të ishte një tribut i lehtë zemre, u kthye në diçka të çuditshme dhe të shqetësueshme. Komentet e Tom nuk ishin më qesharake. Ato po shndërroheshin ngadalë në shumë personale. Askush nuk qeshi, dhe Beth filloi të kuptonte se diçka nuk shkonte. Ky nuk ishte një fjalim i një burri të dashuruar. Kjo ishte diçka krejtësisht tjetër. Beth kishte përgatitur fjalimin e saj paraprakisht, duke shkruar me kujdes fjalë dashurie dhe mirënjohje. Tom megjithatë kishte bërë të qartë se do ta improvizonte. Ai filloi duke bërë shaka për mënyrën se si u takuan dhe për një çast të shkurtër pati buzëqeshje. Por pa pritur, fjalët e tij morën një kthes të çuditshme. Shakat u bën më grykëse dhe ngrohtësia iku nga zëri i tij. Salla u bë më e qetë ndërsa shakat e Tom kaluan një vijë. Ai solli në pa diferencën e moshës së tyre, duke bërë një koment vulgar për martesën me gjyshen e tij. Beth trokiti syt e shokuar. Ai duhej të ishte kjo qesharake, por Tom nuk kishte mbaruar. Ai qeshi me komentin e tij, duke shikuar rreth e rrotull për miratim. Beth u ule ngrirë, faqet e saj të skuqura nga turpi. Duart e saj dridheshin në gjunjë. Tom u përkul drejt mikrofonit me një smirizëm dhe filloi të kritikonte pamjen e Beth. Ai komentoi peshën e saj para të gjithëve, duke krahasuar trupin e saj me atë të një balene. Qeshja nuk dëgjoi askund tjetër. Zemra e Beth fundose më thellë në çdo fjalë. Ai mbylli fjalimin me një fyerje përfundimtare. Le të martohemi tani para se të ndryshoj mendje. Disa nga miqtë e tij qeshën në mënyrë të turpshme, por askush tjetër nuk lëvizi. Beth e shikoi me mosbesim. Burri me të cilin kishte planifikuar të martohej sapo i kishte hapur zemrën me qëllim. E gjithë turma u në heshtje para atij dhe e tronditur. Çdo sy u kthye drejt Beth duke pritur reagimin e saj. Beth u ule pa lëvizur, fytyra e saj ishte e zbet me shprehje bosh. Ajo filloi të qante butësisht fillimisht, pastaj më fort, e pa aftë të mbante mbrapa. Beth mbeti në karrigen e saj e shokuar. Si mund ta poshtëronte kështu burri që donte para të gjithëve? Ndërkohë, Tom veproi sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Ajo ngrit ngadalë, fustani i saj ishte duke rrjedhur ndërsa ngrihej. Të gjithë syt u kthyen. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu sot, filloi ajo. Shikimi i saj u zhvendoste Tom, i cili tani duke i shqetësuar. Por nuk do të ketë martesë. Frymëzimet mbushën sallën. Jo sot, jo kur. Ajo nuk ishte mbaruar. Ajo shikoi Tomin drejt për drejt. Kjo nuk është një shaka e shishme si e jotja. Unë po e ndërpres. Kjo martesë ka mbaruar. Miqtë ishin të tronditur, disa të ngrirë, të tjerë duke përshpëritur. Beth u kthye sërish drejt turmës. Unë nuk do të martohem me dikë që më poshtëron para të gjithëve që dua. Pastaj ajo shikoi Tom me inat. Si guxon. Tom u përpoq të fliste, por Beth kishte ikur tashmë dhe salla shpërtheu. Tom u uli ngrirë. Fillimisht ai mendoi se Beth po shërbente, duke i dhënë një shije të ilaçit të tij. Por zëri i saj, dalja e saj, nuk ishte një performancë.
Realiteti hyri ngadalë. Ajo kishte mbyllur marrëdhënien e tyre publikisht. Pa hezitim motra e Beth e ndoqi duke thirrur, por Beth nuk ndaloi. Ajo lëvizi shpejt duke mbyllur derën me të madhe. Klikimi i kyçit vulosi ngjarjen kaotike. Brenda Beth qau derisa I tha grykën e thatë. Ajo nuk donte ngushëllim as falje. Personi vetëm I të cilin u lidh ishte babai I saj. E mbështjell në shtrat ajo përshpëriti. Të lutem, mbaje Tomin larg meje. Zëri I babait të saj ishte I qëndrueshëm. Mos u shqetësoj dashura ime. Unë do ta trajtoj. Dhe ai e bëri. Tom u mbajt larg. As kontakt, as mesazhe. Babai I saj qëndroi roje, duke u siguruar që Beth të kishte hapësirën që I nevojitej. Kaluan një javë. Dhimbja e zemrës së Beth u rëndua më shumë. Motra e saj I shqetësuar I ofroi një dhomë, por Beth mbeti e izoluar. Dorëzimi gjithmonë ishte mbyllur. Trishtimi I saj ishte I dukshëm. Pastaj një mëngjes, motra e saj trokiti dhe qëndroi. Ajo foli nëpërmjet derës me një filxhan kafe në dorë, duke ofruar dashuri dhe sinqeritet. Ke fshirë mjaftueshëm. Ky burr të mori gëzimin tënd. Mos e lër ta mbaj. Diçka brenda Beth ndryshoi. Motra e saj nuk po e qorton. Ajo po përpiqej ta shpëtonte. Atë ditë Beth hapi derën për herë të parë. Sytë e saj ishin të enjtur dhe të lodhur, por diçka brenda saj kishte ndryshuar. Dhe me mbështetjen e motrës së saj, ajo më në fund u ngrit. Ajo ju bashkua një palestre, filloi të gatuante vaktet e shëndetshme dhe u kthye te leximi. Shpirti I saj I thyer filloi të riparohej copë pas cope. Puna u bë fokusi I saj. Me çdo detyrë ajo ndihej më e fortë. Pak më vonë ajo u ngrit në detyrë. Qëndrimi I saj, energjia dhe prania u transformuan. Por fitoria e vërtet nuk ishte profesioniste. Ajo ishte e brendshme. Fizikisht, ajo kishte ndryshuar gjithashtu. Stërvitjet e saj riformësuan trupin dhe pasqyra më në fund ndjej si një burim krenarie. Pas një viti I vetmuar, Beth gjeti lumturinë përsëri. Ajo ishte bërë më e fortë, kishte rizbuluar identitetin e saj dhe kishte ndërtuar një jetë të re të qetë. Por pikërisht kur gjërat dukeshin të qeta, diçka e papritur prishi botën e saj përsëri. Filloi me një telefonat nga nëna e saj. Beth u përgjigje gëzuar derisa toni nënës së saj ndryshoi. Dashuri, duhet të flas me ty për Tom. Zemra e saj kërceu. Edhe emri I thënë I ftohi shpinën. Kishin kaluar një vit dhe një muaj që nga martesa që nuk ndodhi. Beth sapo kishte qenë në garazh duke formuar argjil në rrotën e saj të qeramikës. Hobi I ri I qetësueshëm. Kur zëri derës ra e befasuar, e fshiu duar dhe u drejtua drejt derës. E pa sigurt se kush mund të ishte. Përmes xhamit, ajo pa nënën e saj duke mbajtur një çantë vogël me një shprehje të rëndë. Beth hapi derën e befasuar. Mami, çfarë po ndodh? Nëna e saj tha vetëm. Sanduiç me prosciutto. Ato ulën te tavolina e kuzhinës, pastaj erdhi e vërteta. Nëna e saj më në fund tha. Pa shtom në qytet sot. Nuk isha e sigurt nëse ta thoja, por mendoj se meriton ta dish. Beth priti e tensionuar. Nëna e saj mori frym. E pa shtomin përsëri dhe ai nuk po kalon mirë. Fryja e Beth u thellua. Çfarë do të thotë? Nëna e saj hezitoi, duket I humbur, sikur nuk ka ngrënë ose fjetur për ditë. Beth rrotulloi syt fillimisht. Pse duhet të kujdesej? Por pastaj nëna e saj shtoi. Beth, ai është pas 3. E kam parë tër javën duke qëndruar në trotuar, lyp për ushqim. Sytë e Beth u zgjeruan. Çfarë? Nëna e saj pohoi me kokë. Beth nuk dinte si të ndihej. Tom e kishte poshtëruar, I kishte thyer zemrën, por pas 3 nuk po qëndron, pyeti ajo. Nëna e saj hezitoi, pastaj u përgjigj. Pranë Lancaster Crossing te banka. E shoh atje shumicën e pasditeve. Beth pohoi me kokë. Nëna e saj shtoi. Përgatitu, nuk duket si burri që dikur nje. Beth nuk tha asgjë, por vendimi ishte marrë. Ajo duhet ta shinte me sytë e saj.
Të nesërmen Beth dërgoi drejt Lancaster Crossing dhe parkoi një blok. Ajo eci ngadalë, nervat duke u ndërtuar me çdo hap. Ajo ktheu qoshen dhe e pa atë duke qëndruar në hije, i përkulur, duke tundur një filxhan të vogël. Rrobat i vareshin nga trupi, flokët e gjatë dhe të pakujdesur. Tom ngadalë ngriti shikimin i pavetëdijshëm se ajo ishte atje. Beth qëndroi në heshtje duke studiuar. Ajo ul pranë tij dhe e përshpëriti butësisht. Sytë e tij ishin bosh që fillimisht, derisa zëri i saj ngriti njojen. Beth, përshpëriti ai. Duket e mrekullueshme. Kishte habi në zërin, por edhe trishtim të thellë. Transformimi i saj vetëm ja kujtonte atë që kishte humbur. Beth dha një buzëqeshje të dobët. Ti ke ndryshuar gjithashtu, por jo për më mirë. Tom uli shikimin me turp. Nuk duhej shpjegime më teshëm. Ai mori frymë thellë. Gjithçka filloi me martesën, tha ai. Gjithçka u shpërbë pasaj. Beth pohoi ngadalë, duke lënë të vazhdoj. Ai pranoi se gabimi kishte filluar si një guxim. Miqtë e tij e inkurajuan ta pjekte atë gjatë darkës së provës. Duhet të ishte i lehtë zemre. Nuk e mendova siç duhet, tha ai. Kalova vijën dhe e pash në sytë e tu. Shkatërrova gjithçka me atë një fjalim. Kur e kuptova ishte shumë vonë. Ai u përpoq të falte, por babai i saj nuk la kurrë të afrohej. Ai po të mbronte, e kuptoi. Por videoja, kjo është ajo që më shkatërroi vërtet. Beth ngriti vetullat. Video, Tom pohoi me kokë. Kushëriri i të filmoi fjalimin dhe postoi online. U bë virale, njerëzit e grinden në komente duke etikuar si një monster. Mora letër urrejtjeje. Videoja më ndiqte kudo, madje në punë. Pastaj erdhi pika e thyerjes. Shefi im e pa, thaj. I madh për imazhin feministe e fortë më pushoi nga në punë. Ajo madje e shpërndau fjalën, askush nuk donte të më punësonte. U bëra ideali që poshtëroi nusën e tij. Karriera ime mbaroi. Beth ul në heshtje e tronditur. Ajo kishte një urdhimbje, por nuk kishte imagjinuar se sa thellë kishte rënë Tom. Dhe ende, historia e tij nuk ishte mbaruar. Ai kishte humbur apartamenti, kishte fjetur në divan dhe kishte kërkuar çdo favor, por ato nuk zgjasin. Faturat u ngrumbulluan. Ai shiti gjithçka, kitaren, rrobat, mobiljet, derisa nuk kishte më asgjë. Vetëm një fytyrë tjetër e harruar në rrugë. Gjoksi i Beth u shtrëngua dhe miqtë e tij u zhdukën. Fillimisht ata ndihmuan, tha Tom, por depresioni mori përsipër. U bëra i vështirë për të shoqëruar. Në fund, ata ndaluan së thirruri. Ai kishte shtyrë larg pa dashje dhe tani ishte vetëm. Duke shikuar në sytë e lodhur të Tom, ajo tha butësisht: "Eja me mua, unë do të ndihmoj." Tom trokiti sytë pa fjalë. Pas gjithçkaje që kishte bërë, nuk mund ta besonte. Ajo e dërgoi në shtëpinë e saj dha rroba të pastra dhe një dush të ngrohtë. "Janë të vëllait tim," tha ajo. Tom qëndroi në ujë, ende i shokuar. Pse po i bën këtë? Me kalimin e kohës, biseda e tyre u bën më të lehta. Qeshja u kthye dhe diçka e papritur filloi të rritej. Nuk ishte romantike fillimisht, vetëm një lidhje sinqertë. Ata flisnin si barabart, të formuar nga dhimbja që kishin duruar. Ishte zhdukur arroganca që dikur mbulonte Tom. Ishte zhdukur pasiguria e brisht e Beth. Diçka ishte pjekur në të dy. Miqësia e tyre u thellua dhe ndërsa po pinin çaj një mbrëmje të qetë, një realizim doli në sipërfaqe. Historia e tyre nuk ishte mbaruar. Dashuria u kthye jo në fishek zjarre, por me forcë të qetë. Dhe ngadalë, ata ja treguan atyre më të afërmve. Familjet ishin të shokuara, disa skeptik, por me kalimin e kohës, dhe dyshuesit filluan të besojnë në versionin e ri të Tom dhe Beth. Pastaj pikërisht 2 vjet pas martesës që kur nuk ndodhi diçka e mrekullueshme. Beth dhe Tom qëndruan në altar një herë tjetër, por këtë herë ata ishin të ndryshëm, më të fortë, më të urtë dhe të lidhur thellë. Ceremonia ishte thjesht dhe plot ngrohtësi. Asnjë shaka e keqe, as fjalime të turpshme, vetëm paqe, qeshje dhe gëzim i qetë. Ata kishin kaluar dhimbje, humbje dhe turp,
por sot gjithçka do të zbehej. Çfarë mbeti ishte e vërtet, jo perfekte, por e sinqert. Ndonjëherë dashuria vjen jo e mbështjellë me shirita, por me lëndime, shërim dhe të vërtet. Më vonë sonte, duke ecur larg nga vendi, Beth shikoi lart drejt yjeve. Ajo shtrëngoi butësisht dorën e Tom. E bëm, përshpëriti ajo. Ai buzëqeshi, puthi ballin e saj dhe së bashku hyrë në një të ardhme që kishin ndërtuar nga rrënojat.